Nëse vuani nga tensioni i lartë me këtë recetë, do ta shëroni menjëherë. Shumica e njerëzve që vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve, por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime dhe produkte që i gjeni lehtësisht në dollapin tuaj. Çfarë ju duhet? Ju duhet një majlugë çaj me sodë buke dhe një lugë gjelle me uthull molle bashkë me një gotë ujë. Çfarë duhet të bëni? Uthullën dhe sodën duhet që t'i tresni mirë tek gota e ujit dhe më pas ta konsumoni këtë përzierje 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Mundohuni që të mos i injoroni shenjat e tensionit të lartë të gjakut, pasi ato janë me të vërtetë tepër të rëndësishme për të mbajtur nën kontroll shëndetin tuaj dhe sigurisht problemet me zemrën dhe arterjet.